Banorët e lagjes Beslidhja në hot të ri të njësisë administrative Rethina paralajmërojnë se nuk do të marrin pjesë në votimet e 11 majit nëse nuk u rregullohen rruga, ujësillësi dhe rrjeti i shpërndarjes së energjisë elektrike. Ata theksojnë se kanë rreth 30 vite me këto kërkesa, të cilat nuk janë përmbushur. Puna por është ujë pishim. Është bërë një investim që është në 2008 edhe janë hap tubat edhe kanalet edhe pusetat prej këtu, që po jena sipër e detë aty ku baneun. Dene tash s'ka pikël ujë. Këta fshatarë me munime me djerës kanë hap pusa me shpenzime të mëdha kolosale, ujë nuk ka. Puna e dytë është energjia elektrike. Një pjesë e këtyne banorëve kanë bërë shtylla private, bile dhonjën nga ta, disa dronit, janë 1000 tela. Plus atyne ka shku dhe lidh edhe interneti, lidhën aty, si rrezik për fëmijët e shkollës, për banorët, për njerëzit. Kërkojmë një asfalt, më na kriju këtë mundësi në mënyrë të tillë si timi. Kur nëse nuk bëhet një rikëzjedhje, na s'kena pse të syjmë kutin e votimit. Po gjithçka është problemi i asfaltit, si mund shkojnë një fëmijë në kohën e dimnit në shkollë. Si mund shkojnë në kohën e verës prej pluhnit. Na po punojmë për me rrit fëmin, po kur nuk i shërben fëmijës, është një keqe nesër për të gjithë. Për mendimin tim, as edhe një nuk shkon në qendër të votimit, po sumur me dokument si po fillon rruga edhe po fillon instalimi i bistekut e i problemeve e ujit. Shumë vështirë e kam, ju shihni vetë. Kam shumë shpesh herë mordzu, prej gropave, prej gjane, pa drita, nuk shifet, asnjë gjë. 100 herë kam shumë mordzu edhe shifet rrugën vetë. Më prishet për çdo ditë, mjeti s'ka kush më lëviz, shumë keq, shumë vështirë. Banorët e kësaj lagje kujtojnë se shumë vite më parë kur filloi rregullimi i rrugës kërkuan që projekti të vazhdonte deri në fund dhe jo vetëm deri tek shkolla, por edhe pse u premtua se do të riktheheshin shumë shpejt për ta përfunduar këtë projekt, kaluan gjithë këto vite dhe pjesa e rrugës së papërfunduar prej 1 kilometri u kthye në gropa dhe balt.